Mirë se erdhët në Reze Dielli. Në prag të ditës botërore të dhurimit të gjakut, do të flasim sot për një projekt tepër ambicioz në fakt, që quhet Ripresa, prej 3 vitesh i mbështetur nga Bashkëpunimi Italian dhe Shqiptar, ka 3 vite që po zhvillon aktivitete konkrete në Shqipëri, në qytete të ndryshme anë mban vendit tonë për rritjen e personave që dhurojnë gjak. Këtë akt solidariteti që shpëton jetë. Padyshim që përveç këtij projekti do të mësojmë diçka më shumë se në ç'fazë jemi për parandalimin, sepse përveç se mund të dhurojmë gjak përmes këtij procesi dhe akti solidariteti që shpëton jetë, patjetër që mund të shpëtojmë dhe veten tonë në radhë të parë përmes masave parandaluese, përmes analizave që kryhen për se dhuroj gjaku, do të mësojmë diçka më tepër se cilët janë personat të cilët dhurojnë gjak, çfarë përfitojnë, për cilët kategori është nevojshëm. Mendoni që me një të dhuruar gjak ju shpëtoni 3 jetë. Me specialistët tanë do të flasim diçka më tepër, do të kuptojmë se çfarë realisht po ndryshon me qytetarët shqiptar. Jemi në studio me doktor Natale Capodikaza, është presidenti i Organizatës Shqiptare të Dhuruesve Vullnetar të Gjakut dhe një nga figurat më aktive në promovimin e dhurimit vullnetar të gjakut në vend. Ka 21 vite që ka krijuar këtë organizatë dhe është, le të themi, një person shumë i rëndësishëm në këtë fushë. Mirë se erdhët, doktor Natale. Kënaqësi që jeni në Reze Dielli. Faleminderit për ftesën. Jemi me doktoresh Viola Shano, shefe mbledhjes gjakut në Qendrën Kombëtare të Transfuzionit. Mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Kënaqësi që ndajmë së bashku këtë bisedë. Jemi gjithashtu me zotin Rolando Dani, përfaqësues i Color Albania. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi. Prej 3 vitesh tashmë, programi Ripresa, apo jo, një bashkëpunim shumë i rëndësishëm që ka bërë të mundur rritjen e numrit dhe promovimin e këtij akti solidar për gjithë qytetarët shqiptar, jo vetëm në Tiranë, po kudo. Kështu që na flisni pak më tepër, doktor Natale, se ka më shumë informacione se sa kaq. Po, Ripresa i pare është një projekt që ishte financiuar nga Kooperacioni Italiana për Zhvillimi, edhe për kjo do të falenderojmë përse ishte vërtet një program shumë e bukur. Në esencë, Ripresa nga një pjesë, juve keni folur për automoteka, një makina që shkon në të gjitha vendi i Shqipëria, më duket të kemi një gati 2 vitesh, kemi bërë 20.000 kilometra. Nëse mund të shtoj diçka, sepse në fakt Ripresa është shumë më tepër se sa edhe automoteka. Ne kemi tashmë 3 vite e gjysmë që kemi filluar projektin dhe piknisja ka qenë pikërisht për të tentuar, për të ndërhyrë pak në këtë procesin e dhurimit vullnetar të gjakut në disa aspekte, duke sjell për shembull aspekte që lidhen me inovacionin, me teknologjinë dhe parandalimin, që është një objektiv shumë i rëndësishëm. Në këtë projekt ne jemi disa partner lokal, ku më të rëndësishmit janë Qendra Kombëtare e Gjakut, që në fakt shfrytëzoj rastin edhe si përfaqësues i Color ti falenderoj, sepse kemi patur një bashkëpunim shumë të mirë gjatë këtyre viteve. Pastaj është edhe shoqata dhuruesve vullnetar të gjakut dhe është edhe një OJF tjetër italiane që ka po ashtu seli në Tiranë, në Shkodër dhe në Vlorë, në jug të Shqipërisë, ndërsa në Itali kemi një partner shumë të rëndësishëm që merret me anën shkencore, institutin ose qendrën kërkimore San Raffaele, që është njëkohësisht edhe universitet, edhe spital, me të cilët kemi zhvilluar disa prej algoritmave të cilët na shërbejnë për të klasifikuar rastet kur është nevojshme të vazhdohet me disa kontrole shtesë. Ndërkohë ne kemi një spot që është jo vetëm si një thirrje për dhurimin e gjakut, por edhe një falënderim për ata që ka dhuruar gjak dhe që përmes tyre ka shpëtuar. Ndjekim spotin. Ajo hyri pa bërë zhurmë, por me një akt që flet shumë. Si ajo, ka edhe të tjerë që në heshtje zgjedhin të bëhen heronj të dikujt. Sepse ndonjëherë pak nga ti bëhet gjithçka për dikë tjetër. Këto duartrokitje janë për ty. Sot ti bëre diferencën. Një akt i tillë meriton më shumë se një falënderim. Dhuro gjak. Nëse jo ti, kush? Nëse jo sot, kur?
Është një thirrje, është një falenderim, është një akt solidariteti për personat cilët kanë nevojë për gjak. Jo vetëm në vendin tonë ka vite që punohet, bën fushata sensibilizuese. Në ç'fazë jemi në qendrën tuaj? Në rast të parë dua të falenderoj dhe gjej rastin që të gjithë dhuruesit vullnetar, edhe sepse kemi ditën tonë ndërkombëtare 14 qershorin, t'i falenderojnë nga zemra sepse fal tyre ne jemi sot këtu që të flasim për ato arritje që ne kemi realizuar dhe që e flasim me krenari pasi në historinë shqiptare dikur dhurimi i gjakut ka qenë me pagesë. Por, falë kësaj pune kolosale që është bërë ndër vite, e themi që në 2023 ne i kemi 0 dhurimet me pagesë. Gjë e cila është një arritje shumë e madhe dhe aktualisht ne flasim vetëm për dhurime familjare dhe për dhurime vullnetare, ku ende jemi në shifra të cilat nga viti në vit tregojnë një përmirësim të dukshëm. Pra, nëse ne do krahasojmë 6 mujorin e vitit 2025 me 6 mujorin e 2026, kemi një rritje domethënëse, pra diku te 25%. Kemi krijuar një kalendar tashmë gjithvjetor ku shkojmë në çdo institucion dhe falë dhe autohemotekës dhe bashkëpunimit shumë të mirë që ne kemi me projektin Ripresa, kemi bërë të mundur që të ketë çdo qytetar aksesueshmërinë në çdo vend të Shqipërisë. Pra, ne me këtë autohemotek kemi qenë nga veriu në jug, për ditë kanë qenë lëvizjet tona në mënyrë që të merret i njëjti shërbim, të ofrohet e njëjta siguri, i njëjti standard, ashtu sikundërse dhuruesit vullnetar mund ta merrnin në Tiranë. Absolutisht. Brenda saj janë shtretër, janë të gjitha janë 2 shtretër dhe janë të gjitha kushtet e nevojshme, njësoj sikurse të vinte në qendrën tonë dhe të kryente dhurimin. Her pas here bëjmë edhe ato njoftimet tona në rrjetet sociale, ku do jemi në atë qytet, dhe që kush ka dëshirë pastaj mund të vi të marrë dhe qoftë një informacion, sepse njerëzit shpeshherë janë edhe skeptik, nga që këto qasjet e reja duan pak kohë. Kemi dhe këtu një material për të treguar se sa të pafundme janë mundësit për të bërë pjesë secili prej nesh në këtë akt kaq fisnik dhe kaq ndihmues për personat. Ja, ky është aplikacioni, ju e keni në telefon, të gjithë mund ta shkarkojnë apo jo, po më parë ndjekim një udhëzim se si mund të bëhet pjesë çdo qytetar që na ndjek përmes këtij aplikacioni. Unë dhuroj, në telefonin shkarkoheni dhe merrni shumë detaje aty apo jo. Ndjekim fillimisht videon. Aplikacioni Unë Dhuroj lidh donatorët e gjakut me qendrat e dhurimit në të gjithë Shqipërinë. Krijon mundësinë e rezervimit të një orari për të dhuruar apo konfirmimin të një pjesëmarrje të një seance dhurimi të organizuar nga shoqata e dhuruesve vullnetar të gjakut që administron aplikacionin. Aplikacioni Unë Dhuroj shkarkohet nga Play Store apo App Store. Ka 2 mënyra për përdorimin e aplikacionit, si antar i regjistruar ose si vizitor. Si vizitor, pa dhënë të dhënat personale. Mund të marrësh informacion në lidhje me dhurimin e gjakut e fakte në lidhje me të nga një blog që menaxhohet nga shoqata dhuruese vullnetar të gjakut. Mund të shikosh institucionet ku mund të dhurosh gjak, pa mundur të rezervosh një takim. Mund të shikosh eventet e dhurimit të gjakut, pa mundur të konfirmosh pjesëmarrjen. Nëse regjistrohesh në aplikacion, përveç rezervimeve e konfirmimeve të pjesëmarrjes, mund të shkruash në murin e aplikacionit, po ashtu mund të vlerësosh procesin e dhurimit. Aplikacioni është ndërtuar dhe funksionon konform legjislacionit evropian për mbrojtjen e të dhënave. Aplikacionin mund ta kërkoni në App Store apo Play Store me fjalinë e vetme Unë Dhuroj. Doktor Natale, prej gati 3 dekadash apo jo, keni zgjedhur Shqipërinë si shtëpinë tuaj. Shtëpinë tuaj të dytë dhe tashmë këtë proces, pra dhurimi vullnetar të gjakut e keni kthyer si një misionin tuaj personal, mision jetësor, duke ndihmuar mijëra pacient. Më trego pak momentin kur vendosët të krijonit këtë shoqat. Atëre, unë isha dhuruese në Italia, se ere para unë dhurova si shumë ndoshta njerëz se për kurioziteti, se kur bëjnë dhurimit të gjakut vjen analiza, si kanë shpjeguar doktoresa, vjen analiza për shembull grupi i gjakut, analiza kontrollon shëndetin tuaj. Ere para unë dhurova për kurioziteti, pse ishte babi, ishte profesor, dekani një shkolla, më tha, hajde vini, ndoshta një kolega ka pasur vajza me talasemike, edhe unë dhurova,
Sinqerisht, më shumë për kurioziteti, jo për... Kur erdhi në Shqipëria, pastaj pashë situata, që isha akoma duruese me pagesa, pak durimi vullnetare, ishe vetëm 2005-2004, ishe vetëm 7%, më duket të ishte shumë pak, përqindje durimi vullnetare, edhe nuk ishte periodik, kupton. Atëre, unë mendova se kishin nevojë me një grup i miqin tonë, ishe disa mjekë, disa miqin tonë, e kemi krijuar se do ta fillojmë neve, mos presim dikush tjetër, kupton? Edhe kemi filluar adhurimi i parë, edhe pastaj unë e pasha që ishe dy gjëra shumë rëndësishme, ishe informacione, se njerëz se kur durojnë gjak, është diçka shumë personale. Se gjaku, për shembull, nuk vjen nga laboratori, vjen vetëm nga njeriu, kupton? Edhe për kjo duhet të keni informacione drejt për drejt. Dhe me thënë, për shembull, gjaku riprodohet, mi shpjegon ndoshta doktoresa më vonë. Do kalojmë tek pyetjet më konkrete më pas. Vjen analiza mbas durimi e kontrollon shëndetin tuaj. Neve gjithmonë flasim, kur duron gjaku është sinjal të dashuria për vetëm edhe për tjetër. Kupton? Domethënë se gjaku shkon për persona, për shembull si persona vujnë nga talasemia ka nevojë rregullisht për gjaku, aksidente rrugor, nëna shtatzana. Për shembull në bota ka një statistikë shumë njerëz se shumë vajza humbi jeta për mungesë gjakut. Ka patur raste edhe në Shqipëri të këtyre llojeve, për shkak të mungesës së gjakut kanë humbur jetë njerëzish? Jo, për fat të mirë ne kemi mundur që t'u vim në ndihmë të gjithë rasteve, falë kësaj pune që ne bëjmë të përditshme, pra nuk presim rastin të bëhet urgjent dhe emergjent, që ne të krijojmë atë stokun ton. Pra gjithmonë ne ruajmë një stok me grupet e gjakut dhe e mbajmë në këto raste që e përdorim për kur kemi raste të papritura, siç janë aksidentet, dhe ju vjet në dispozicion pacientit. Më pas bëhen thirrjet e duhura që të vinë sa më shumë njerëz pastaj, sepse duhet që ne ta zëvendësojmë. Kështu që për fat të mirë ne nuk kemi pasur asnjë rast që të ketë rasti i Shkodrës që u diskutua për nënën që... Jo, nuk ka qenë për mungesën e gjakut, ka qenë në dispozicion të gjitha njësitë që janë nevojitur, kështu që nga pjesa e gjakut kjo gjë ne e themi me plot gojë që ka pasur një ndihmës maksimale. Qartë. Doktor Natale, ju sa shpesh dhuroni gjak vetë personalisht? Unë personalisht e duroj 4 herë në vit. 4 herë në vit? Po, që do 3 muaj, femra në periode para menopauza, para mbaron cikli, mund të duroj 2 herë në vit, edhe unë, si për shembull, unë jam babaj 3 fëmijë, gruaja ime është shqiptare, edhe gruaja ime është duruese vullnetare të gjakut. Edhe djalin tim, edhe vajza, janë duruese, ma është diçka që nuk prek shëndeti. Unë ka dy gjëra për të treguar. Babin tim ka qenë duruese për të shumë herë, dhe babin tim ishe 0 negative, unë jam 0 pozitiv, edhe një herë pastaj tani nuk jeton, ka pasur një problemi, domethënë ulje hemoglobina, edhe ka marrë transfusioni i gjakut. Është herë e para, e unë thash babi, shikon, ti ke duruar shumë herë, tani është momenti që të marrësh. Pastaj ka një rasti tjetër, ishte një periudhë kemi bërë një projekt, ishte një vajzë që vuajtur nga talasemia, ka qenë sekretarja e shoqatën tonë, no? Edhe ndihmon. Edhe unë durova rregullisht se një ditë më tha, më duket të tani mora gjakun tuaj, më tha. E më preku shumë nga zemra, domethënë kjo, se realisht është diçka konkrete, kupton, se pjesa e jetën tuaj që shkon për të shpëtuar një person tjetër. Për të shpëtuar. Të gjithë personat, të gjitha grupet e gjakut mund të dhurojnë gjak, gjithë individët që kanë grupe të caktuara, se janë disa lloje grupe gjaku. Janë të gjithë për të dhuruar? Popullatën dhuruese kemi grupin predominues që është 0 pozitiv, ndiqet nga ai pastaj pe A pozitiv, B pozitiv, AB pozitiv dhe pastaj me grupe që ne i konsiderojmë të ralla janë ato me rezus negativ. Ku
zero negativ futet tek 5% i popullatës dhuruese dhe prandaj thirrjet patjetër për këtë lloj grupi sepse u jep të gjithëve, është një dhurues universal, ndërkohë që merr vetëm nga zero negativi. Dhe për këtë arsye, shpeshherë thirrjet janë edhe për grupe të veçanta, kur ne kemi pacient të cilët kanë këtë lloj grupi. Por kemi pastaj pacientët me talasemi, të cilët nuk e marrin gjakun të pajtueshëm vetëm sipas sistemit AB0 dhe Rezus, por e duan të pajtueshëm edhe në sisteme të tjera antigjenike, prandaj që nuk mjafton ndonjëherë të jetë i pajtueshëm vetëm në këtë sistem, por na duhet edhe në sisteme të tjera, prandaj të thirrja jonë është e vazhdueshme në mënyrë që ne të kemi një sasi gjaku të konsiderueshëm për të gjetur atë grup gjaku që i duhet pacientit. Doktor Natale thaj që tani mora gjakun tuaj, përveç se ndihmës që shpëton një çka kalon tjetër doktor derisa e përmendët. Nuk ka ndonjë ndikim tjetër që ndryshon gjaku, se dëgjoj histori shumë të forta njerëzish. Jo, mite ka kudo, por pikërisht është ai informacioni që ne japim, që të jetë dhe informacion profesional, pra të mos jetë një informacion i dhënë nga njëri tjetri, dhe secili duhet të flasë me eksperiencën e vet, por jemi në hapa shumë të mirë, të sigur, sepse Qendra Kombëtare e Transfuzionit ka bërë hapa të rëndësishëm për sa i përket jo vetëm rritjes të dhuruesve, por gjithashtu duke krijuar një kulturë. Pra, ne tashmë jemi në çdo institucion me data zyrtare një herë në 6 muaj. Pra, ata që kanë mundësi të dhurojnë 6 muajin e parë, por mund ta ripërsërisin, sepse gjithmonë themi që dhurimi i gjakut përveç se shpëton jetë, por ka dhe benefite shëndetësore. Benefitet, për të cilat do të flasim më njëherë pas kësaj shkëputje të reklamave, për të folur se sa i sigurt është dhurimi i gjakut, kush mund të dhurojë, kush nuk mund të dhurojë, sepse ka dhe kategori njerëzish që nuk mund të dhurojnë gjak, dhe mbi të gjitha çfarë probleme shëndetësore mund të zbuloni thjesht teksa jeni duke dhuruar gjak. Sa e sigurt është procesi i dhurimit të gjakut dhe cilat janë frikrat më të mëdha që kanë njerëzit? Procesi i dhurimit të gjakut është në cilësi dhe në siguri maksimale. Pra, çdo person nuk duhet të ketë frikë për të dhuruar gjak, pasi setet janë një përdorimshe dhe që janë të mbyllura, nuk ka asnjë lloj risku për të marrë ndonjë infeksion, që është shumë e rëndësishme, pasi ne mund të dëgjojmë edhe frikra të ndryshme të dhuruesve tanë, sepse ndonjëherë nuk e dinë se si do reagojë dhe trupi i tyre, por ne kemi disa këshilla që ju themi për para dhurimit, por edhe se çfarë duhet të bëjnë në bazë. Ajo që është më e rëndësishme është që ata të jenë të përgatitur shpirtërisht për ta bërë këtë akt, sepse natyra njerëzore është altruiste, por për mua ti jesh altruist do të thotë një mënyrë jetese që ti të ndash, të shpëtosh, ti jesh pak edhe empatik, pra të kuptosh se çfarë ndjen tjetri në një moment të caktuar. Dhe kur ti vendosesh në këtë lloj pozitash, patjetër që edhe qasja jote do të jetë akoma më e fortë, më pozitive dhe për të dhënë atë kontributin që është në fundit dhurimi i gjakut që dhuron jetë. Por jo kushdo mund ta bëjë këtë gjë, pasi ne kemi ato kriteret që të përjashton në mënyrë të përkohshme ose të përhershme nga dhurimi i gjakut. Mund të dhuroj gjak çdo person nga mosha 18 deri në moshën 65 vjeç, kur unë gjithmonë u them ndonjëherë dhuruesve që a e kupton se sa jetë mund të kesh shpëtuar nëse ti e fillon në moshën 18 dhe deri në moshën 65 vjeç, kuptohet nëse ka një shëndet të mirë, që i bie me llogaritje 47 herë nëse dhuron të paktën 2 herë në vit. Kemi shembull konkret doktor Natalen që ka 30 vjet që dhuron gjak, 4 herë në vit. Dhe nëse dhuron po themi të paktën 2 herë në vit, i thon 94 jetë të shpëtuar gjatë gjithë jetës, që nuk është pak. Dhe ne duam që të krijojmë këtë zinxhir, pra dhurues periodik, sepse misioni nuk fillon vetëm me një dhurim. Aty fillon por nuk mbaron. Pra ajo do të jetë në vazhdimsi. Dhe nëse personi gëzon shëndet të mirë, që do të thotë nuk vuan nga ndonjë sëmundje kronike, nuk merr ndonjë mjekim që e përjashton në mënyrë të përhershme nga dhurimi i gjakut, por nëse për shembull ka persona që kanë përdorur antibiotika ato 2 javë fundit, ka një përjashtim të qëndron 40 ditë në trup, kështu që. Po, nuk duhet të kemi persona që vuajnë nga anemia dhe paraprakisht bëhet një test
që është matja e hemoglobinës, dhe aty ne shohim nëse personi mund të dhurojë apo jo gjak, ku kemi vlerat referuese, për femra duhet të jetë 12.5 gram për decilitër e lartë, ndërsa për meshkujt 13.5. Pra nëse kalohet ky prag, atëherë janë të përshtatshëm për të dhuruar. Nëse do të jetë më ulët, atëherë ka nevojë për të bërë disa analiza shtesë për të kuptuar nëse kanë vuar nga një anemi feriprive apo ka një shkak tjetër. Ndërsa ata që kanë hekurin shumë të lartë, është një mënyrë shumë e mirë për të mos rrezikuar sëmundje të tjera që lidhen pikërisht nga teprica. Shumë e vërtetë, sepse këtë bën dhurimi i gjakut, mban në nivele të shëndetshme depozitën e hekurit, sidomos tek meshkujt, sepse tek femrat e dim që për shkak të ciklit menstrual janë më të disfavorizuara për ta bërë më shpesh aktin e dhurimit, por meshkujt dhe studimet e shumta kanë treguar që nëse bëjnë këto dhurime në mënyrë periodike dhe të rregullta, mbrohen nga një sër sëmundjesh siç janë ato kardiovaskulare, neurologjike, ulet viskoziteti i gjakut, ulet pjesa e goditjes në tru, pra ka një sër që e mbrojnë. Përfitimesh. Ka përfitime. Sa zgjat procedura e dhurimit të gjakut? Jo më shumë se 10-15 minuta maksimumi, sepse ne e mbajmë edhe mbasi ka mbaruar dhurimin të ri disa minuta shtrirë në poltron. Çfarë duhet të konsumoj, çfarë nuk duhet të bëj personi atë ditë që ka dhuruar gjak? Ne rekomandojmë të konsumoj sa më tepër lëngje, të evitoj, sidomos tani në verë, pjesën e diellit dhe të mos kryej disa aktivitete për 2 orë, siç është për shembull të marrin me një herë automjetin. Pra ne rekomandojmë një ditë relaksi atë ditë, pra të jenë të qetë dhe kjo gjë edhe me ligj është që ditën që dhuron personi e ka pushim, por nëse punon në institucione shtetërore, ka dhe ditën e nesërme. Qartë, e të mos jetë i mërzitur dhe i stresuar, po të jetë i lumtur. Mjafton që ky akt që ai ka bërë, vetë u çlirohet oksitocina, hormoni i kënaqësisë, kështu që po ishte me studim në fakt, ishte një universitet që kërkoi një studim që rritet niveli i oksitocinës. Është e vërtet nga akti që ti bën mirë, dëshira për të ndihmuar. Janë hormone e kënaqësisë. Hormoni, po, i kënaqësisë dhe është me studim ish bërë në një universitet amerikan, pikërisht për rritjen e oksitocinës. Tani, kur flasim për termin mjekësi parandaluese e personalizuar, çfarë në kupton pikërisht ky term? Që është pjesë e gjithë këtij projekti që ne po flasim, e sa e rëndësishme është për shembull për të bërë dallimin nga kontrollet që ne kryejmë vazhdimisht. Pra ne themi dhurojmë gjak, shpëtojmë jetë, por mbi të gjitha parandalojmë apo zbulojmë ndonjë problem shëndetësor tonin, sepse kryen një sër analizash apo jo gjatë këtij procesi. Po, nëse mund shtoj diçka, sepse është një ndër objektivat kryesorë të projektit, në bashkëpunim me San Rafaelen, që kemi bërë një pyetësor të cilin japim dhuruesve të gjakut në momentin e dhurimit, me siguri është vullnetar. Pra të gjithë ato që shprehin dëshirën për të bërë pjesë e pyetësorit, plotësojnë disa të dhëna. Çfarë përmban pyetësori? Pyetje të ndryshme në lidhje me stilin e jetesës, në lidhje me dimensionet e personit. Pra janë pyetje shumë të thjeshta dhe bazinë në lidhje me historikun shëndetësor, nëse ke patur ose ke në familje dikë që ka një sëmundje, e gjëra të kësaj natyre. Pastaj ne kombinojmë përgjigjet e pyetësorit bashkë me rezultatin e analizave që bën qendra e gjakut, dhe algoritmi i klasifikon persona që janë me rrezikshmëri të mundshme në një kategori të veçantë dhe pastaj bashkë me laboratorin Maggi Balkan realizohen disa analizat të tjera shtesë dhe këtu kemi një kuadër të përgjithshëm dhe nëpërmjet këtij kuadrit të përgjithshëm ne mund t'i japim një përgjigje personit që t'i drejtohet një kontrolli më të specializuar që bëhet pastaj nga mjekët e sistemit të shëndetësisë në Shqipëri. Pra, ideja jonë ka qenë kjo që nëpërmjet këtyre instrumentave, përveç se dhuruesit edhe personit nga aspekti shëndetësor që dhuron, t'i japim një diçka shtesë për të parandaluar rreziqet e mundshme shëndetësore. A do të shkojë drejt mjekësisë parandaluese sesa kuruese? Ishte një dëmë interesante, përse gati kemi bërë 20.000 pyetësore. Përmjet në dhurisë kjo bëjnë me privacy, me doktoresa nga qendra. Edhe ishe interesant të dhëna, përse kemi bërë një konferencë, tani ishte Federata Interkontare e Dhurimit të gjakut, neve jemi pjesë, si që e FJODZ, ishte tani në 1 muaj, 2 muaj pra para,
Edhe ishe në dërë interesante, edhe një profesor nga San Raffaele, që bërë kjo analizon të gjitha pyetësore, për shembu, ishe dy gjera, që për kjo do të bëj një lajmë mërimi për Shqipëria. Një ishte tendenca për obeziteti, ka është një gati 25% persone janë tendenca. Kjo nga ushqime, ndoshta jeta, ushqime keqe, do me thonë, edhe pas e pi cigare. Ishe një rritje, ka një rritje edhe për femra pi cigare. Edhe për kjo neve, kur bëjmë kjo lajmërimi për durimit e gjakut, bëjmë edhe si një kultura, si ka thënë doktoresa, është një kultura për një jeta me mirë, me shëndeshme. Për shembu, adje pyetësore ishen, për shembu, sa ere hani fruta, misurojnë dhe barku, cirkonferenca, kjo dhëna, pasaj na jepë një informacion e tepër, edhe për Ministre Shëndetësisë. Për të bërë statistikat cilat mungojnë për ishtë të vërtetës në vëndin tonë. Mund të bëjnë diçka një përandalimi vërtet, për shembu, kundër, përse obesitet e kreon pasaj problemi me zvundje kardiovaskulare. Keni raste konkrete në ato që ne themi parandalim, pra përmes këti akti të dhurimit të gjakut, dikush të ketë parandaluar një smundje? Ne kemi para një Mike Shantona, që ishe një profesoresa, e ishe durusët e rregut të gjakut, edhe nga filimi bërë pasaj një alarme, analiza, edhe ka kontroluar pasaj ishe filimi një kancer e gjoksi, ka parandaluar, tani është në pension, jeton akoma, edhe të regon gjithmonë në përmjet durimit i gjakut kanë shpëtuar edhe për vete. Duke tentuar të shpëtosh jetën e 3 personave, ke shpëtuar dhe veten tënde. Kemi edhe rastet e tjera shumë interesante. Njerë me mora një quni, ka duruar gjak, e doli nga qendre, kanë shkruar, përse ti ndoshta je mbartës i talasemi. Mbartës i talasemi të regonë nuk është zmuru, nuk ka nevoj për gjak, ma ka një do me thonë hemoglobina, diferenca hemoglobina, ka në qofë se martoj me një tjetër persona mbartëse, mund të, edhe kjo ishte trembur, sa, mund ka jam me talasemi. Jo, kjo është një parandalim, se ti tregonë që je, kur martohet, do të bëjnë një analiza për edhe gruan e vetë, mos keni fëmi me talasemi majo. Për shembull, edhe kjo është një rasti konkrete, kur në Shqipëria kemi shumë 8% e persone janë mbartëse, është një informacion me tepër bëjnë një parandalimi vërtet. Po thuhet në projekte dhe depistimit i hepatitit B, apo jo? Dhe sigurisht edhe sëmundjeve të tjera të transmetueshme. Pse këto sëmundje janë ende një sfidë për shëndetin? Sepse me që se përmendëm këtë mjekësim parandaluese, të bëjmë dhe një thirrje për personat cilët duhet bëjmë patjetër kontrole shëndetësore, analizash, ka njerëz që s'ka bërë kur analizën jetën e tyre. Po, është e vërtetë që na vijnë persona të cilët asnjëherë nuk kanë kryer asnjë lloj kontrolli mjekësor, sepse ecim gjithmonë me atë idenë që nëse ne nuk do kemi shenja, pra nuk do kemi dhimbje, shkojmë te mjeku vetëm kur jemi në fazën e fundit. Atëherë shkojmë. Por përpara viteve 90, ne kemi për shkak edhe të kalendarit të vaksinave për hepatitin B, që nuk është bërë në atë kohë, pra ka filluar pak më vonë nga 95-a, dhe kemi evidentuar që nëpërmjet dhurimit të gjakut ka pasur persona të cilët e kanë kaluar, por që shumica e tyre mund të kenë qenë asimptomatik, nuk e dinë se hepatit kanë kaluar, dhe vetëm nëpërmjet dhurimit të gjakut ata e kanë marrë vesh që nuk mund të dhurojnë më kur gjak, dhe më pas ne i shkruajmë edhe rekomandime se çfarë duhet të bëjë dhe ndjekjen që duhet të ketë në vazhdimsi. Pasi jo vetëm që dhurohet gjak, por gjaku i dhuruar ne i bëjmë një sër analizash. Pra është një paket e gjërave të analizave. Si që dhuron e kefalas që kushton aq lek të konsiderueshme, dhe ne jemi akredituar për analizat që bëjmë tek qendra e gjakut nga Komisioni Evropian, që ka ardhur na ka sjell mostra në mënyrë të pavarur, dhe ne kemi çuar rezultatet dhe pa e ditur se çfarë kishin këto mostra, dhe kemi marrë pikërisht pikët maksimale. Dhe kjo është një standard ku ata janë shprehur shumë qartë që gjaku i marrë në Shqipëri është 100% i sigurt. Dhe ne ofrojmë përveç kontrollit
për antitrupa të paregullt anti-eritrocitar, bëjmë grupin e gjakut me të dyja metoda direkte dhe indirekte. Gjakun total, pra grupi patjetër analiza Po, faktorin rezus, pastaj bëjmë disa parametra bioklinik që janë shumë të rëndësishëm, siç është kolesteroli, trigliceridet, proteinemia, kreatinemia, pra një paket sepse ka persona të cilët nuk e dinë që kanë një kolesterol të lartë apo trigliceridet. Pra ne nëpërmjet këtyre analizave u japim dhe rekomandimet e nevojshme se çfarë duhet të bëjnë ata në vazhdimsi, sepse e rëndësishme është që ne ta mbajmë të dhurues, nuk është... Kjo është një stimul në fakt për dhuruesin, pra ata që na ndjekin, ju bëhet paketa e plot, dhe ato që nuk mund t'i bëni dot në laborator se edhe kushtojnë në farë mënyrë, agenti efektiv për shemb, nuk mund të shkojë të bëjë kushdo person, vetëm kur ka një indicje, po themi në shëndetin e vet, që është hepatiti B, C, HIV-i edhe sifilizi, që është shumë të rëndësishëm për pjesën e sigurisë së gjakut dhe që testohet çdo njësi e dhuruar. Po. Të prekim një moshë që, për shembull, mosha 40 vjeçare, cilat janë analizat që duhet të kryej një grua në këtë moshë? Meqense këtu fillojnë edhe pak a shumë problematikat shëndetësore, luhatja hormonale me radhë. Patjetër, po për pjesën e dhurimit të gjakut, e rëndësishme është që mos i kemi anemike. Pra, paraprakisht ato të kenë bërë një feritin, një gjak komplet, që janë më të zakonshmet për të parë nëse kemi ndonjë mungesë apo jo, sepse her pas here, duke qenë se depozita e furnizon, po themi, kemi një vlerë normale të hemoglobinës, por duhet parë pikërisht se sa është kjo depozit që tregon dhe nivelin e 3 muajve të fundit. Pra për pjesën e dhurimit të gjakut, pastaj patjetër që analizat e check-upit që i përfshin, është një kontroll që duhet ta bëjë çdo person, jo vetëm në moshën 40 vjeç. Kur fillojnë rregullisht një check-up? Në cilën moshë duhet fillojnë? Check-upi shtetëror e ka në moshën 35. Po. Por që do ishte mirë që në çfarë do lloj moshe kontrolli duhet të jetë. Pra mos prisni simptoma apo shqetësime për të bërë një kontroll. Është më mirë të parandalosh se sa të kurosh. A të shkojmë drejt mjekësisë parandalues, a duhet shkuar nëse do të kishit mundësi të investonit diku, do investonit tek një mjekësi parandaluese apo tek një mjekësi kuruese? Unë mendoj se shëndetësia është parandaluese më shumë. Do të investoj, përse kushton me pak. Kur ti zbulon diçka, për shembull tendenca për hiperkolesterolemia, mungesa e ekuri, janë disa gjëra që mund ta korrigjojmë. Gjërat e tjera ndoshta nuk kemi mundësi, ma ne kemi në dorë shëndetin tonë. Eksperienca është pozitive, përse shumë njerëz se ka marrë informacion. Për shembull, një raste ishte një prifste ka duruar, më morën telefon, ishte dalë pak me hiper, do të thënë tendenca për pesha. Analiza ishte shumë mirë. Edhe më përqëpë, se erdi sa që do bëj unë për, do më thënë, kjo projekt i ka fituar, do më thënë, kjo interese nga persone durën gjakë, që janë persone normalisti i mirë, përse, si ka thënë doktoresa, ka shëndeti plot, sa i dim neve, për shembu, nuk bujtë nga tensioni, smundje veçante. Ma kjo është një parandalimi me tepër, kuptonë. Duke nisur nga profesor Rolandi, me qënë se kemi ditën botërore të dhurimit të gjakut, do doja nga një mesazh përfundimtar për qytetarët. Aq më tepër ju që i përkisni dhe fushës akademisë, sa të përfshira duhet të jenë institucionet arsimore, shkollat, për ta nisur që aty këtë kulturën shëndetësore, por edhe këtë kulturën e të dhuruarit vullnetar të gjakut. Po, në fakt ka qenë edhe një objektivi projektit, sensibilizimi që në moshën e hershme. Ne kemi bërë sensibilizime në fund të 9 vjeçarit për klasa 9 dhe pastaj gjimnazet, dhe absolutisht se në universitete. Në universitete periodikisht organizohen sesione dhurimit. Unë personalisht për shka që i kam zbuluar në fakt nga hera e fundit që kam dhuruar gjak, nuk mund dhuroj gjak, por ka qënë... Pra, për mes dhurimit keni zbuluar dhe ju në një problem që nuk mund të dhuroj, nuk është asgjë shqetësues, është krejt një diçka shumë e vogël, por që fal analizave ekstremisht të detajuara që ka bërë qendra, që në fakt më parë nuk e dija, që nuk mund të ashtu. Dhe në fakt jam ndjerë jo mirë, sepse është një gjest që thjesht të jep kënaqësi, nuk të pengon asgjë, nuk të shkakton asnjë problem. Si kështu dhuroni sa më shumë, sepse është me të vërtetë përveç se
gjest fisnik, është edhe një gjest, edhe është edhe një veprim që të bën mirë edhe ty në aspektin shtetësor. Po, e fundit për doktore Shvjellon. Edhe unë dua të falenderoj të gjithë dhuruesit në këtë ditë të veçantë që është 14 qershori, të cilët kanë bërë të mundur që të shtohet ky zinxhir i jetës shpëtues dhe fal tyre ne japim shpresë tek persona të cilët nuk e kanë këtë mundësi. Faleminderit. E fundit. Unë ka edhe një dhuratë për juve. Faleminderit. Se kjo ishte një bluza që kemi bërë për 20 vite e durimit të gjakut. Shpëtojmë jetë. Shumë faleminderit. Faleminderit. 20 vite shpëtojmë jetë, organizata e dhuruesve vullnetar të gjakut. Bashkë me kapelen, me simbolin e ripresës, me këtë projekt që ka zgjatur 36 muaj apo jo, dhe që ja ku jemi në këtë ditë për të folur pikërisht për gjithçka që ky projekt ka bërë në këto 3 vite për të ndihmuar personat cilët kanë nevojë për gjak dhe për të stimuluar dhe për të rritur sa më shumë dhuruesit vullnetar të gjakut. Shumë faleminderit. Faleminderit. Në ditën botërore sigurisht ku mund të vinë, ku mund të drejtohen dhe njëherë keni aktivitetet datës përkatëse? Po, 14 qershori bie diel këtë herë, por mund të dhurojnë kudo që ata të kenë dëshirë, mjafton të na shkruajnë, qoftë nëpërmjet aplikacionit Unë Dhuroj, qoftë nëpërmjet rezervimit te Albania, por mund të vinë te qendra kombëtare e transfuzionit të gjakut dhe në çdo bank gjaku që është pranë çdo spitali. Dhuroni gjak, shpëtoni jetë. Kemi një aktivitet i qytetit? Po, në 13 qershor ne jemi në Pustec, ku do të kemi dhe flakën e dashurisë, një simbol për solidaritetin dhe që do ta realizojmë në kuadër të pikërisht për ditën e 14 qershorit. Shumë sukses. Faleminderit që ishim prezente në Rezerdjelli, faleminderit dhe juve për vëmendjen.